Unë kam dëshirë të investoj këtu edhe kam dëshirë që në të njeh gjithë pa përjashtim. Në rregull është, po ti nuk e njeh ato. Ajo është një person i rrezikshëm. Dhe një person që çdo herë pengon punën tonë. Si ndërtim, si në biznise tjera që zhvillojmë na. Po. Jo, pse më nëjtë do ti? A të më nejë? Jo, se kam qef me nek në ata. Në ata që? A një veç me lexu Kur'an? Jo, më sani. Po, lexo Kur'an më sarra. Një herë mirë se kjo ardhë, që shpeshe edhe vetë, kjo është zyra jam, krejt projektet madhore kanë startu prej këto. Që i ke pa objektet, ndërtimet, që i kena bo, i ke pa dhe do parcela. Kam shumë besim të ty, të më tregojsh diçka drejt. Më pyet, por në ato që unë e di, do të përgjigjna. Unë po du me të pyet, a ja vlen që unë të investoj në këtë lagje, në këtë vend, të qes një shumë parash në këtë vend. Ti kur je gatshme, lirisht mund të bashkëpunu me dy. Unë e kam marrë shumë të mirë, një vend shpesher që as dhe latë të ka thonë. Edhe i shkon një që atje me investu. Po, ma mirë i shkoni herë këtë objektin këtu që thashën ma herët, plaka. Kjo është një pjesë shumë e mirë e qytetit. Se banesa kam fillu dhe mushti, po shumë. Po gjo, unë jam copi. Ndje mirë. Edhe punë ti pak shpejt. Ma tha me to? Po du më po që ja të njësë mishti unë, punë që s'takujnë ty. Kuar. Mos luaj me zjarr.